ja qëndrim rreth kësaj çështje? Jo, absolutisht jo. Keni përmendur edhe 2 kandidate për kryetare të kuvendit. Pra, nëse të njëjtat do të propozohen nga lëvizja vetëvendosje, atëherë bie që vota juaj do të jetë për. Ashtu se që ka thonë edhe lideri Haradinaj, po edhe unë jem të gatshëm nëse një tilla do nga këto 2 zonja do të ishte kandidate vota aleancës do të jetë për to, por sigurisht nëse Shqipe Selimi është kandidate, jemi bindur që edhe nga PDK-ja të gjithë ata që janë pjesë që këtë votën do t'ja shesin Shqipe Selimit. Pse mendoni që emri i Albulena Haxhiut nuk është emër adekuat, le të themi kështu, për të qenë kryetare e kuvendit? Cilat janë arsyet që i rëndesni si AK? Nëse këta është në retrospektiv, i shef deklaratat e zonjës Haxhiu në vazhdimsi kanë qenë ofenduese ndaj cilit do person të opozitës. Edhe ndaj DDK-s, edhe ndaj PDK-s, por edhe ndaj AK-s. Tu po thuhet se drejta i takon për kryeparlamentar vetëvendosje, sigurisht askush se ka kontestu deri më sot prej opozitës, asnjëra prej partive e as aleanca, nuk e kontestojnë të drejtën e nominimit të një kandidate, por nëse ata dojnë votën e aleancës apo një subjekti, sigurisht që duhet me zgjedhë një emër konsensual. A vlerësoni se vetëvendosje në një farë forme ka qenë në dieni që Albulena Haxhiu nuk do të votohet nga partitë opozitare dhe mbase qëllimshëm e ka bërë një gjë të tillë, për shkak edhe të mungesës së emrave? Po, sigurisht në fillim ai ka dashur ndoshta edhe me i testu votat e opozitës për ta ditë atë se çka do t'i del për qeverinë. Sigurisht kjo kryenësia ati që nuk do me ndryshu, është për të më lehtë me Albulena Haxhiu se sa me emri i tij me 57 vota. Kështu që ai në vazhdimsi deri sa ti siguron 61 vota do të çet Albulenën. Kur ti ka 61 vota, sigurisht ndryshon për shkak të qeverisë. Në anën tjetër, si e komentoni edhe reagimin e partisë fituese në këtë rast ose partisë së parë lëvizjes vetëvendosje, duke thënë se nuk duhet që partitë opozitare të përzihen në emrin e kandidatit për kryetar të kuvendit, sepse në këtë formë i bie që edhe ne të përzihemi në emrat e nënkryetarëve. Sigurisht që nëse i shihni 2 seancat e para, askush nuk u përzi në emrin e kryeparlamentarit ose kryeparlamentarës. Po kur doli se është mungesë e vota dhe po zhagitët ky proces, ne kemi biseduar në grupin tonë dhe aty ka ardhur ideja se një ndër emrat që ne mund t'i votojmë është emri i zonës Shqipe Selimi, po ashtu i Saranda Bujertit. Unë dhe Shqipe Selimin më ka ra me ataku kur ajo praktësisht kishte 16 vite në fshatin Likac në UÇK. Prej atëherë e kom njohur të Shqipe Selimin se bashku me babën e saj Fatmir Mehmetin e me shumë bashkëtarë. Kështu që mendoj se pjesa dërmuese e deputetëve që vinë edhe që kanë edhe pjesën e UÇK-s nuk do të ishte emër i kontestuar emri Shqipe Selimit. Po ashtu Saranda Bujerti është një familje që ka dhënë shumë për vendin, ka shumë të vramë, kështu që ne si aleancë do të votonim këta 2 emra. Zot Ibrahim, ajo që faktikisht është përmendur disa herë edhe në raportime për media ka qenë edhe emri i Fatmir Limajt si kryetari i kuvendit të Kosovës, në rast se do të propozojë emri i tij, a do të votonte për Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës? Jo, në asnjë rrethon në zotin Limaj, po dashur ndonjë ofendim, ai e ka dëshmuar që është përmes se thuhet në fjalë popullore, e ka këtu i shpinën aleancës dhe nuk kemë pse të jeton votën për kryeparlamentar. Por gjithashtu ju siguroj se në asnjë rrethon zoti Kurti nuk do nominonte zotin Limaj për kryeparlamentar. Pse mendoni një gjë të tillë? Sepse nëse i shihni deklaratat e zotit Limaj mas seancës që ai ndoshta shpresonte se do të jetë kandidat dhe kjo fundit ka një dallim të madh të zotit Limaj në deklarata kur ta nëse nuk mund të hap krahun. Kështu që e ka pas është i mashtruar nga zoti Kurti dhe sigurisht që zoti Kurti nuk e bën një gjë të tillë, e çetë Albulena Haxhiu derisa t'i siguron votat. Por si duket kjo është e pamundme sepse LDK-ja dhe PDK-ja ashtu sikur i ka thonë aleanca jo, bën çfarë po qëndrojnë në jo.
Megjithatë, votat abstenim, pra as nuk kanë qenë kundër, as nuk kanë qenë pro nga ana e nismës. Si i lexoni jo në një formë të tillë? Pra lë ende hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm mes këtyre dy partive. Sigurisht që ndoshta mendon për në qeveri ose këto muaj i kesh interpretu, sepse nuk e kom bisedu këtë temë zotin Lima edhe muaj mos me qëllu, por ai po lën dyrë të hapura në të dy krehet, cili do të fiton me pas një lloj bashkëpunimi. Sipas këndvështrimit juaj, cilat besoni se do të jetë rrjedha e seancës së nesërme, mbase cilat prej partive presni që të lëshojnë pa? Jem shumë i sigurt se kjo do të përfundon shumë shpejt, por ajo që ishte atje dhe seancat paraprake. Nuk ka ndonjë ndryshim, nuk ka ndonjë lëvizje dhe përderisa zoti Kurti nuk ulet dhe bisedon me liderët ose të ndron. Ata po thonë që nuk i përgjigjet kërkush. Disa herë kanë shku përfaqësues të partive para seancës në takimin që i ka thirrë zoti Dehore, edhe pse nuk e ka këtë drejt me i ftu përfaqësues të partive, megjithatë edhe të aleancës, edhe të PDK-s, edhe të VDK-s i kanë shku në konsulta, por çka shkojsh konsulta, kur çdo herë ka të njëjtin emër, do thotë ju lutem që të një votat të zonës së Gjevë, sepse është obligim. Me gjithë cili deputet i dhe në obligimet të veta, përgjegjësitë e veta që ka marrë, por për emrin e Albulena Gjevë nuk kem çka diskutojmë.